Mani mund të quhet një lloj farmacie në një kokër të vogël ose një depo vlerash ushqyese. Është nga frutat më pa pesticide, nga më delikatët dhe më pak të përdorurit dhe më pak të njohurit në botë. Mani ka quercetin, ka rutin, ka kanferol, ka acidi klorogjenik, galik, ferulik, ka minerale si magnezium, ka kalcium, ka fosfor, ka mangan, ka antocianina, ka resveratrol, ka vitamin C, ka vitamin K, B1, B2, B3, B6, dhe çfarë bën mani që është përdorur? Para është një nga luftuesët më të mirë të parazitëve të zorës. Është përdorur në kohët e lashtësisë. Ne kemi harruar. Mani është nga përdoruesit më të mirë të heqjes parazitëve. Duhet përdorur në sasitë e fëmijët. Nxitjen e rritjes flokëve. 2 fish rriten flokët në konsumimin e manit. Madje lëngu manit është përdorur mijëra vite para për problemet e flokëve për t'i rigjeneruar. Ndihmon rigjenerimin e indeve kockore, për aty që ne folëm ne sot. Mani është nga arsyet që duhet përdorur në të kohë. Lehtëson dhimbjet e stomaut. Në qoftë se kemi dhimbje stomaut të përhershme, probleme me ulçrat, probleme me helikobakterin, duhet përdorim manin. Mban në kontroll sheqerin në gjak. Lufton kolesterolin, përmirëson gjumin, sidomos në pasdite konsumimi një fixhani të madh me mana. Mban mëlçinë e shëndetshme, përmirëson enët e gjakut dhe problemet në zemër, sepse ka përbërës bioaktiv që ndihmojnë gjithë mbrojtjen e enëve të gjakut, që mbështetin shëndetin vaskular, ndihmojnë luftojnë oksidimin e lipideve që mos krijohen problemet në arteriet tona ku kemi nivele të larta të kolesterolit dhe nuk kemi HDL-n e mirë që ta sjellim përsëri poshtë në mëlçi dhe lidhet pra e gjithë me këtë. Po nga ana tjetër edhe për trurin.